tokën e xhamisë, unë e dhurova Pehish Zeftit. Fshati do të merr një dimension tjetër dhe me siguri do të quhet edhe bukuroshja e fshatit. Vend ku në luftë ran 15 dëshmore, 16 civil. Kontur. Drenasi mbetet një hapësirë ku historia, tradita dhe jeta e përditshme shkrijnë në një ritëm të vetin. Është një vend që ka kaluar shumë sfida, por që vazhdon të ecë përpara me dinitet e përkushtim. Brenda këtij realiteti funksionon edhe Këshilli i Bashkësisë Islame, një institucion që mban gjallë vlerat shpirtërore, ruan unitetin e komunitetit dhe forcon raportet mes banorëve, sidomos në kohën kur bashkëpunimi është më i domosdoshëm se kurrë. Në këtë mozaik të Drenasit qëndron edhe fshati Bajic. Fshati thjesht, por me histori të thellë, vend ku në luftë ran 15 dëshmore, 16 civil, duke e zhndërruar këtë tokë në simbol të qëndresës dhe sakrificës. Sot Bajica vazhdon të zhvillohet dhe projektet e reja që po realizohen këtu, po sjellin jo vetëm përmirësime infrastrukturore. Në këtë fshat u mblodhen forcat nga banorët e fshatit e donatorë jashtë Kosove, e nëpërmjet Bashkësisë Islame u nis ndërtimi i një xhamie, që sot është shumë afër përfundimit. Ekipi Kontur gjatë vizitës zhvilloi një intervistë me kryeimamin Shpëtim Avdyli, i cili theksoi rëndësinë e këtij angazhimi, duke cilësuar secilin projekt si investim për besimtarët dhe për të ardhmen e Drenasit. Kryeimam, a na tregon më shumë lidhje me rëndësinë e këtij projekti? Rëndësia e xhamisë në fshatin Bajic është jashtëzakonisht e madhe, për arsye se fshati Bajic llogaritet prej fshatrave më të mëdha në komunën e Drenasit, i ka përmi 3500 banorë, dhe si fshat ka pas nevojë dhe kërkesë edhe prej xhamatit prej pas luftës së tutje që të kenë një xhami, sepse ne dimë që xhamia është njëna prej 3 institucioneve më të rëndësishme që e kompletojnë një fshat: xhamia, shkolla dhe spitali apo shtëpia e shëndetit. Me fillimin e ndërtimit të kësaj xhamie kemi pa edhe mbështetje të madhe prej fshatarëve për kontributin në ndërtimin e kësaj xhamie. Prandaj edhe gëzimi i banorëve të fshatit është jashtëzakonisht i madh dhe shpresojmë që me kompletimin e ndërtimit të kësaj xhamie fshati do të merr një dimension tjetër dhe me siguri do të quhet edhe bukuroshja e fshatit. Kjo bukuroshje e fshatit për çfarë nevoja do të shfrytëzohet? Po, më rëndësishmja është që banorët e shumë të këtij fshati më nuk do të kenë nevojë që të rrugtojnë, që të kryejnë obligimet e tyre fetare, ditore dhe javore, pastaj edhe gjatë muajit Ramazanit që është angazhimi edhe më i madh, nuk do të kenë nevojë që të marrin kilometra të largëta që të kryejnë obligimet, pra edhe veçoria e kësaj xhamie është në mesin e fshatit. Veçoria e kësaj xhamie është që është në mesin e fshatit dhe sigurisht që prej gjitha lagjeve të fshatit Bajic do të kenë shumë të lehtë që të frekuentojnë xhamin dhe besoj që përveç obligimeve fetare, xhamisë do të shtohet edhe një aneks i ndërtimit jashtë xhamie që do t'i plotësoj nevojat e banorëve të fshatit me klazë dhe objekte tjera shtesë, cilat do t'i ndihmojnë që fshatarët gjitha kërkesat e tyre që të shfrytëzojnë sa më mirë objektin e xhamisë dhe aneksin shtesë që do t'jetë. Ne po shpresojmë që përfundimi i kësaj xhamie të kryhet para muajit të Ramazanit dhe shpresojmë shumë që fillimin e muajit të Ramazanit ta gjejmë me xhami të kompletuar dhe të fillojmë të falim edhe teravit në këtë xhami të bukur. Ndërtimi i xhamisë është bërë nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, një falënderim i veçantë për miftiun i cili ka pas fokus të madh për Drenasin dhe kjo është xhamia e dytë që brenda vitit po kompletohet inshallah në Drenas dhe shpresojmë që kështu do të kemi mbështetje të vazhdueshme nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës. Veçori e kësaj xhamie është që dhurimin e kësaj toke për ndërtimin e kësaj xhamie e ka dhënë një fshatar i këtij fshati, pra Milaim Kiçina, cilën e falenderojmë shumë, ka qenë insistues që
xhamia të ndërtohet në tokën e tij dhe vazhdimisht ka insistuar derisa është kompletuar dhe dhurimi i tokës, andaj do ta falenderojmë jashtëzakonisht shumë. Cili është mesazhi juaj për personat që dhurojnë tokë për objekte të tilla ose dhe mjete financare në ndihmën e këtyre objekteve nëpërmjet Këshillit të Bashkisë Islame në Drenas? Dhurimi i tokës për xhami është dhunti dhe mirësi që Zoti xhaleshanu nuk e jep çdo kujt. Prandaj ai njeri që është hisetar edhe në dhurimin e tokës apo në çfarë do donacioni për ndërtimin e xhamive, sigurisht që Zoti xhaleshanu e ka begatuar me diçka të cilën do të trashëgoj edhe pas vdekjes së tij. Prandaj i inkurajojmë gjithë besimtarët që të jenë hisetarë dhe të marrin pjesë në hajrate dhe në ndërtimin e xhamive, sepse kjo do të bëjë që jetëgjatësia e tyre të vazhdojë edhe pas kalimit të tyre në amshim. Milaim Kçina quhet zotriu i cili përkundër kushteve jo të favorshme ekonomike dhuroi truallin prej 15 ari vetëm që kjo xhami të merr këtë pamje që sot po e shohim. Unë e dhurova për hir të Zotit. Tokën e xhamisë dhe shkreshin xhamatin, shkreshin damaneke, shkreshin kajkuve, publi, tokën e dhurova për hir të Zotit. Sa ari ka pas këtu? Sa ari ka? 15 ari ka, bëjnë punë të ati. 15 ari tokë i dhurove për me ndërtu xhamin. Qysh e vendose? E vendosa me dëshirë. Me vetë dëshirë vendosa për hir të Zotit. Edhe për hir të popullit krejt. Ki mujt ndoshta me shit ose me punu ose diçka tjetër, pse nuk e bane këto, po e vendose? E vendosa se Zoti aty kushin po na ka jep gjithë mund të të mirat edhe na do të më dhonë. Ju më zot më dhuroj ja. Shumë të kënaqur janë. Shumë të kënaqur janë. Banorët janë të kënaqur, a? Këtë ton, këtë banjë në kënaqur për këtë xhami që marrë. S'ka kur favoritësi heq. Në Drenas gjatë këtij viti është përuruar edhe xhamia e re në Negroc, e cila ja ka shtuar hijeshin këtij horizonti. Brenda këtij viti është përuruar edhe ndërtimi i xhamisë në fshatin Negrovc, një xhami jashtëzakonisht e bukur dhe e kompletuar me të gjitha nevojat për xhamatin e atij fshati. Xhamia e re në fshatin Bajic po ndërtohet mbi një parcel të përshtatur posaçërisht për nevojat e komunitetit. Objekti është projektuar me arkitekturë islame në stilin otoman, me formësim të kupollave dhe linjave harkore që japin identitet të veçantë. Ndërtesa është me 2 nivele, përdhes dhe mahfil, duke ofruar hapësirë të mjaftueshme për xhamatin, ndërsa faltoria kryesore shtrihet në mbi 100 metra katror. Në kulm janë vendosur 3 kupolla, përfshirë një kupoll qendrore me diametër rreth 7 metra që e dallon këtë objekt në pamje. Minarja e ndërtuar me strukturë betoni ngrihet në mbi 25 metra lartësi dhe është projektuar me formë 8-këndore, duke respektuar traditën e minareve klasike. Të gjitha punimet realizohen me sistem skeletor betoni, mure mbrojtëse të izoluara, dysheme të veshura me material cilësor dhe mbulesë kulmi nga llamarin e plastifikuar dhe qëndrueshmëria fatxhat. Edhe instalimet elektrike e rrufepritësi parashihen sipas standardeve teknike. Ky projekt synon të sjellë jo vetëm funksionalitet dhe siguri, por edhe një qendër të denjë fetare për banorët e Bajicës, një hap i rëndësishëm në zhvillimin shpirtëror dhe kulturor të fshatit. Kontur.